Neve feja jonë në mëson se jo vetëm ndaj njerëzve kjo nuk diskutohet, por ndaj gjithë krijesave duhet rezatojmë mirësi. Ai që don Zotin xheleshanu me shpirt dhe don profetin alayhi salatu wassalam, do të jetë i dobishëm. A nuk e keni parë sa bukur na tregon profeti alayhi salatu wassalam se një grua e cila mbase ishte besimtare në veprat e saj me agjerime, me namaz, kishte mbyll macën e saj dhe as nuk I jepte me hëngër dhe as me pi derisa ajo ngordhi. E thot Allahu xheleshanu e dënoi për këtë sjellje kaq shëmtuar, subhanallahu, që nuk pati shpirt me mshiru një krijesë. A nuk jeni pa vëllezër të nderuar në tekstin tjetër se një grua e cila ishte e mbushme me mëkate, vetëm thjesht se I dha ujë një qenie, siç ishte një qen, u fut në pus edhe I dha ujë një qenie, Allahu xheleshanu ja fali të gjitha. E sa tekste ka të tilla, subhanallahu il adhim, që neve feja jonë na orienton që të bëjmë mirë dhe të jemi të dobishëm dhe të jemi njerëz që mundohemi të japim kontributin ton sa të mundemi në çdo fushë, në çdo aspekt, me lejen e Allahut xheleshanu. Dikush erdhi tek profeti alayhi salatu wasalam me deveja e tij po lëpite gurët në tokë. I thot profeti alayhi salatu wasalam, e kujt është kjo deve? Thotë e imja, thot. E ke marrë në qafë, thot, duke e shfrytzu, duke punu, po t'jepi diçka të haj ose të pi, thot. Se do të ankohet para Allahu xheleshanu për ty, thot. Do të ankohet kjo gjëja gjallë, do të ankohet para Allahu xheleshanu për ty. O subhanallah, pa haqet e njerëzve, si do shkoj halli I dikujt që është deri këtu me haqet e njerëzve se ka shkel dikë. Allahu na ruaj.